Numri i bagëtisë së imtë, por edhe i gjedhëve sa vjen e zvoglohet nga viti në vit në vendin tonë. Ky fenomen ka përfshirë edhe rrethin e matit, ku vitet e fundit ka patur një tkurrje të ndjeshme të numrit të krerëve të bagëtisë së imtë, ndërkohë sipas bujqeve, shkaqet mbeten të ndryshme, por më kryesorja për ta mbetet largimi i rinisë jashtë vendit. Bib Gjina nga fshati Sulçi i Bashkisë së Klosit të mbashton disa krerë dhi, ndërsa shton se është i pafuqishëm që të rrisë numrin e tyre. Por sipas tij, shkaqet e rënies së bujqësisë dhe blegtorisë janë të shumta që nga largimi i rinisë, rritja e shpenzimeve për punimet bujqësore të tjerë. Ai është i bindur që nëse nuk do të ketë politika favorizuese nga shteti për banorët që jetojnë në fshatra të mbashtojnë bagëti, brenda pak vitesh malet e fushat e fshatrave do të jenë të boshatisura. Me blegtorinë nuk ka kush merret më. Blegtoria, sidomos për fshatin, është një gjë shumë e mirë. Sidomos dhëja për ata që ka fuqi që të shkojë brapa artikulosit i livit ashtu. Dhëja është më e mirë, është më ekonomikësare, del me kullot pyori. Unë kam një 15 cop kam pak. Po s'kam në fuqi me rujt më shumë. Jam i knash me shto si maj. Për vetë time, kom hangër qumësht e mish kom hangër më ta. Edhe kom shit, po të çdukjes është se nuk ka met kusht, të rrit nuk meren me ta. Të vjetit s'kan fuqi me shku me ta, edhe dhe çdukjes është se nuk ka njerëz më si me, sidomos të rrit nuk dul me ditë fare se është, po heret e bon, ka qenë edhe kjo kohë, edhe jo që ka qenë edhe kjo që otoan, vetëm baktia është gjoja shpëtimtare, se me baktive i me rrete i me kime jetohu. Në pafuqi të mbashtimit të bagëtisë së imtë, blegtori Gjina i thotë se në fshatra po shtohet mbashtimi i shpendëve, të cilat nuk kanë edhe aq mund për t'i mbajtur. Tani i kanë lanë baktitë, janë shtrihen ke pullat e blen pula, e blen rujnë pula, se kash kanë mundësi, po shteti duhet më nuk më një kusht, se kam pak, se ka ato si kanë shumë ato i subvencionojnë i bëjnë me diçka. Unë kam pak e unë besoj gjërë vetë me mundin tem, se nuk atë çdukjes kjo, se s'ka kush i ruhu, nuk i ruhu njëri. Statistikat zyrtare tregojnë se në dekadën e fundit numri bagëtisë së imtë në të gjithë qarkun ndibër ka rënë me disa mijë krerë.